Banorët e lagjës Skënderbej në Elbasan u ngritën këtë të martë në protestë për shkak të mungesës së energjisë elektrike prej 2 javësh. Ata shprehen se pas interesimit pranë OSHE-s, u është bërë e ditur se kjo situatë lidhet me punimet në rrjet dhe se problemet me energjinë do të vijojnë të paktën deri më 4 maj. Një situatë e tillë ka vënë në vështirësi rreth 300 banor, të cilët po jetojnë në kushte të vështira, pa drita dhe pa ujë. Nga ana tjetër edhe bizneset po përballen me probleme, pasi gjatë ditës frigoriferët qëndrojnë të fikur duke rrezikuar prishjen e produkteve ushqimore. Problemi janë kemi mbi 1 javë që nuk kemi drita. Fikën në 8 mëngjesit edhe vinë 6 mbasdita. Flitet që do vazhdoj kjo problematik deri në data 4. Po nuk e di, nëse është normale kjo gjë apo jo. Po është shumë e vështirë sepse nuk është puna se s'kemi vetëm drita, nëse ikin dritat ne s'kemi as ujë. Kjo është problemi më i madh. Kjo mund zgjidhet brenda 4 orë 5 orëve. Ti vendosur boksi të lidhë kabllot. Ka ja po është po themi gjithë ditën. Po ne kemi kaq kohë, vdiqëm i lallama. Sa ngrim nga gjumi ikin dritat. Po ju do të mbajmë më u qelbëm. Se ujin e kemi në pompa. S'ka ujë të rreshëm. Të gjitha, gjana frigoriferike, që ke pulmetat, nga mishnat, nga birrat, në gjitha. Shkëpëllari, apësit në qëllë. Kur të bin, kur të bin. Sa da ashtu do hiqet vetë. Ndërkohë situata paraqitet edhe më e vështirë për anvisat, të cilat përballen me kufizime në ruajtjen e higjienës dhe përgatitjen e ushqimit në kuzhinë. Në familjet me të moshuar dhe fëmijë, nevoja për energji elektrike është edhe më e madhe. Kemi 2 javë pa drita. Jemi me fëmijë të vogël, do marrim tasin dorë, do shkojmë bëjmë ushqimin kjo komshit, vetëm lia jon. Edhe kanë thënë që i fikim vetë për siguri se ne nuk kemi punë me lijen e juj. I me se qyrë të bëhat puna nuk e di, se ne nuk qojmë me fol. Kjo i sjell të gjitha, sepse e para herë janë shkel shumë të drejta bazike të njerëzve. E drejta parë është drejta për ushqim. Unë kam fëmijë të vegjël në familje, dhe gjitha këto zonja mbrapa kanë nga një bef në shtëpi. Supozohet që do qumër, supozohet që ka temperaturë, ujë s'ka, drita s'ka. Likën këto të gjitha, e para për të ngrënë, për të pirë me radhë. Po një që ka të smur në shtëpi, iku dhe kjo, po tjetra që mund prishet frigoriferin, prishet kondicionerin, prishet gjitha gjërat me radhë, kush mi paguan? Kjo është situata. Banorët theksojnë se edhe më herët komuniteti ka pasur probleme me stakimet e energjisë elektrike, por kjo situatë sipas tyre mund të ishte menaxhuar ndryshe.